mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Aknet janë një nga problemet më të zakonshme të lëkurës dhe prekin miliona njerëz në gjithë botën. Shumë njerëz provojnë krembra, produkte të shtrenjta dhe trajtime të ndryshme, por shpesh harrojnë një gjë shumë të rëndësishme, ushqimin. Ajo që konsumon çdo ditë ndikon drejt për drejt në lëkurën tënde. Nëse trupi është i mbushur me inflamacion, sheqer të tepërt dhe ushqime të përpunuara, lëkura zakonisht është një nga vendet e para ku kjo shfaqet. Por lajmi i mirë është se disa ushqime mund ta ndihmojnë trupin të luftojë inflamacionin, të balancojë hormonet dhe të përmirësojnë shëndetin e lëkurës shumë më shpejt se sa mendojnë shumica e njerëzve. Sigurisht aknet nuk shtuken si me magji brenda natës, sepse çdo trup është i ndryshëm. Por shumë njerëz fillojnë të shohin ndryshime reale në lëkurë brenda pak ditësh, kur ndryshojnë mënyrën e ushqimit. Në këtë video do të shohim 7 ushqime që mund të ndihmojnë në reduktimin e akneve dhe si t'i përdorësh ato në mënyrën e duhur për rezultate më të mira. Avokado. Avokado është një nga ushqimet më të mira për lëkurën. Ajo është e pasur me yndyrra të shëndetshme dhe vitamin E, të cilat ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe mbrojtjen e lëkurës. Kur trupi ka inflamacion të lartë, aknet zakonisht përkeçohen. Avokado ndihmon në qetësimin e këtij inflamacioni dhe në hidratimin e lëkurës nga brenda. Shumë njerëz kanë lëkurë të irrituar dhe të thatë pikërisht sepse nuk konsumojnë mjaftueshëm yndyrna të shëndetshme. Mënyra më e mirë për ta përdorur është ha gjysmë avokadoje çdo ditë, shtoje në sallatë ose përzieje me vezë në mëngjes. Disa njerëz e përdorin edhe si maskë natyrale për fytyrën, por efekti më i rëndësishëm vjen nga ushqyerja e trupit nga brenda. Koci natyral. Shëndeti i zorrës ndikon shumë në akne. Kur bakteret në zorë janë jashtë ekuilibrit, inflamacioni rritet dhe lëkura fillon të reagojë. Koci natyral përmban probiotik, të cilët ndihmojnë bakteret e mira në zorë dhe përmirësojnë tretjen. Shumë njerëz shohin përmirësim në lëkurë kur fillojnë të kujdesen për shëndetin e zorrës. Por është shumë e rëndësishme që koci të jetë pa shumë sheqer, sepse sheqeri mund të përkeçojë aknet. Mund ta përdorësh një tas kos në mëngjes me fara chia ose me pak fruta. Gjithashtu mund të përdoret edhe si maskë për fytyrën për të qetësuar irritimin e lëkurës. Kastraveci. Kastraveci përmban shumë ujë dhe ndihmon trupin të hidratohet. Kur trupi është i dehidratuar, lëkura shpesh prodhon më shumë yndyrë dhe kjo mund të bllokojë poret. Përveç kësaj, kastraveci ndihmon në uljen e irritimit dhe skuqjes në lëkurë. Shumë njerëz me akne kanë edhe inflamacion dhe ndjeshmëri të lartë në fytyrë, dhe ushqimet hidratuese mund të ndihmojnë shumë. Mënyra më e mirë për ta përdorur, ha kastravec çdo ditë në sallatë, pije si smoothie ose vendose direkt në fytyrë për disa minuta për të qetësuar lëkurën. Peshqit e pasur me omega 3. Peshq si salmoni, sardelia dhe tuna janë të pasur me omega 3, një yndyrë shumë e rëndësishme për reduktimin e inflamacionit. Inflamacioni është një nga arsyet kryesore pse aknet bëhen të kuqe dhe të dhimbshme. Omega 3 ndihmon në qetësimin e lëkurës dhe balancimin e hormoneve që ndikojnë në prodhimin e yndyrës në fytyrë. Shumë njerëz konsumojnë shumë ushqime inflamatore dhe shumë pak omega 3, dhe kjo ndikon drejt për drejt në lëkurë. Për rezultate më të mira, ha peshk 2 ose 3 herë në javë, të pjekur ose të zier, jo të skuqur me shumë vaj. Karrotat. Karrotat janë të pasura me beta-karoten dhe vitamin A, të cilat ndihmojnë shumë në shëndetin e lëkurës. Vitamina A ndihmon në kontrollimin e prodhimit të yndyrës dhe në rigjenerimin e qelizave të lëkurës. Kjo është arsyeja pse shumë produkte kundër akneve përdorin forma të vitaminës A në përbërje, por ushqyerja nga brenda është pa aq e rëndësishme. Mund t'i përdorësh si sallatë, si lëng natyral ose të ziera gjatë vakteve. Konsumimi i rregullt i karrotave mund të ndihmojë që lëkura të duket më e pastër dhe më e shëndetshme. Çaji i gjelbër. Çaji i gjelbër është i njohur për antioksidantet e fuqishëm që ndihmojnë në luftimin e inflamacionit. Ai ndihmon gjithashtu në uljen e prodhimit të tepërt të yndyrës në lëkurë, një nga problemet kryesore tek njerëzit me akne. Përveç kësaj, çaji i gjelbër ndihmon trupin të luftojë stresin oksidativ, që ndikon në plakjen dhe irritimin e lëkurës. Për rezultate më të mira, pi 1 ose 2 filxhan çaj në ditë pa shumë sheqer. Disa njerëz e përdorin edhe të ftohtë direkt në fytyrë për të qetësuar skuqjen.
Uji. Shumë njerëz kërkojnë produkte të komplikuara për lëkurën dhe harrojnë gjën më bacike, ujin. Kur trupi nuk ka mjaftueshëm ujë, toksinat largohen më ngadalë. Lëkura irritohet më lehtë dhe prodhimi i yndyrës mund të rritet. Hidratimi i mirë ndihmon trupin të funksionojë më mirë dhe ndikon direkt në pamjen e lëkurës. Shumë njerëz shohin ndryshim në fytyrë vetëm duke filluar të pinë më shumë ujë çdo ditë. Mundohu të pish ujë rregullisht gjatë ditës dhe jo vetëm kur ndjen etje. Lëkura nuk ndikohet vetëm nga ajo që vendos mbi fytyrë, por edhe nga ajo që futet në trup çdo ditë. Ushqimet anti-inflamatore, hidratimi dhe kujdesi për zorrën mund të ndihmojnë shumë në reduktimin e akneve dhe në përmirësimin e pamjes së lëkurës. Rezultatet nuk janë të njëjta për të gjithë. Disa njerëz shohin përmirësime më shpejt, ndërsa të tjerëve u duhet më shumë kohë, por trupi zakonisht reagon pozitivisht kur fillon të marrë ushqimin e duhur. Gjithashtu është shumë e rëndësishme të reduktohen ushqimet e përpunuara, sheqeri i tepërt dhe pijet me shumë gaz dhe sheqer, sepse ato shpesh e përkeqësojnë inflamacionin dhe aknet. Kujdesu për trupin tënd nga brenda, sepse lëkura shpesh pasqyron atë që po ndodh brenda organizmit. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.